Qeveria po përgatit një tjetër grabitje me logon PPP. 4.000 hektar pyje në 15 rrethe do t'i jepen privatit për prerje masive, nën premtimin mashtrues të ripyllëzimit. Bashkit nxiren jashtë loje. Monopoli hyn në lojë. Ashtu siç ndodh në çdo koncesion të dhënë gjatë qeverisjes së Edi Ramës, edhe këtë herë gjithçka ka nisur me urdhër nga lart, nga vetë kryeministri. Ministrat vetëm formalisht firmosin dhe mbulojnë pazaret me dokumente. Pazaret i bën vetë Babloku. Burimin nga Ministria e Mjedisit kanë bërë të ditur për pamfleti se është në përgatitje një tjetër aferë grabitjeje të pasurive publike. 4.000 hektar pyje të larta dhe të mesme do të jepen një privati për 99 vite, në formën klasike të PPP-s, partneritet publik-privat, që në Shqipëri do të thotë publiku jep pasurinë, privati merr përfitimin. Në këtë koncesion janë të përfshirë Ministri i Mjedisit Sofjan Jaupaj, Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj dhe Ministri i Kulturës dhe Turizmit Blendi Gonxhe. Ata po bëjnë gati dokumentet për një projekt që do të paraqitet si një kërkesë pa dërguar nga privati, por që në fakt është marrëveshje e bërë në prapasken me firmën dhe bekimin e kreut të qeverisë. Projekt kontrata është model i njohur. Privatit i jepet me qira për 99 vite territori pyjor me justifikimin se do të investojë për mirëmbajtje, zgjerim dhe ruajtje të pyjene. Por përvoja 30 vjeçare ka treguar se këto premtime janë mashtrime zyrtare për të legjitimuar shkatrimin. Asnjë nga qirat e mëparshme nuk ka sjellë ripyllëzim, vetëm prerje, zhdukje dhe shitje druri në treg. Sipas dokumentave, pyjet që do të preken ndodhen në 15 rrethe, ndër të cilat Tropoja, Malësia e Madhe, Kuksi, Shkodra, Dibra, Elbasani, Skrapari, Përmeti dhe Korça. Zonat janë pjesë e territoreve me status të mbrojtur, por siç dihet, statusi në Shqipëri nuk ndalon dot sharrën kur ka një koncesionar të afërt me qeverinë. Ajo që është edhe më skandaloze, është fakti që bashkit, të cilat aktualisht administrojnë pyjet dhe japin me qira simbolike 15 lek për metër katror, do të nxirren jashtë loje. E gjithë pasuria do të kalojë në dorë të një monopoli të ri, i cili do të vendos vetë ku, si dhe sa do të pritet. Kjo do të krijojë një krizë të re në furnizimin me druzjarri për qytetarët, duke rritur çmimet dhe varësinë nga një klient i qeverisë. Qeveria po përpiqet ta shes këtë projekt si zhvillim të qëndrueshëm të sektorit pyjor. Në realitet, ky është një plan për të shkatruar sistematikisht pyjet e fundit të Shqipërisë, të cilat i kanë shpëtuar deri më sot, vetëm sepse janë të thella dhe të vështira për t'u aksesuar. Me këtë koncesion, edhe ato do të bien. Kjo është edhe një tjetër goditje në natyrën, mjedisin dhe pasurinë kolektive të shqiptarëve, që nga viti në vit po reduktohet për t'u kthyer në para për një grusht njerëzish me lidhje të drejtpërdrejta politike.